Edi Rama këto ditë, duke mashtruar shqiptarë dhe duke mos u treguar të vërtetën, thot në për takimet e tij me socialiste se janë ata të paudhët, të cilët përpiqen të pengojnë këtë proces. Nuk ka dyshim se lëvizja e çmimit të naftës diktohet nga kriza energjetike e krijuar për shkak të luftës në lindjen e mesme dhe të goditjeve të vendeve të gjirit nga Irani. Por një rritje të tillë çmimi nuk e ka asnjë vend tjetër në botë. Shqiptarët duhet ta dinë se qeveria shqiptare ka vendosur taksen më të lartë në botë mbi naftë. Irani është një shtet që sponsorizon terrorizmin dhe natyrisht në rastin e Shqipërisë ai përdor si pretekst praninë e mujahidinëve në Manz. A mundet Irani në mënyrë aventuriere të nisë një dron apo një raket drejt Shqipërisë? Edhe mund ta bëjë. Por ama hapësira ajrore e Shqipërisë mbrohet nga Aleanca e Atlantikut të Veriut. Është tërësisht në mbrojtjen e saj.